Unë e dëgjova. O Miri! Ky ishte momenti, po erdhën gocat. Ndjes. Në atë moment i thot Eugjini, vlla, ajde të këndojmë një këngë. Jo në këto momente, i thot ai. Stenaldo. Po, dëgjova dhe këtë se ma kapi veç që Në këtë moment, unë mendova se ndoshta u mërzit. U mërzit. Po. E dëgjova dhe s'fola fare, do mbaroja petet e do të thosha Lirit që prap mendova gabim. Po, normal. Për t'i kërkuar falje, po thjesht nisur në jenë instinktivisht ose nga mirësia dhe fakti që ai i tha këtë përgjigje. Fill pas asaj, ty të çon të mendosh që mbase mund të jetë prekur, që ai thjesht nuk i intereson, vëllai ka stërthën që nuk do. Këta po ziheshin jashtë. Dhe unë njërë mendoj që edhe Briki më shumë i bën gjërat thjesht për të dukur, se sa i bën realisht. Mund t'jetë dhe shumë e mirë realisht, mund t'jetë dhe vërtet ashtu, po nuk ishte nevoj edhe unë duke qenë se a i dha këtë përgjigje, mendova mos ishte mërzitur, i them unë kështu. I del dhe i them Lirit që shko kërkoj falje dhe mos e zjallë se nuk është nevoja që ta bëjmë çështje dhe të lëndoj dyera ideali që ke thënë ashtu. Mirë, ku ti thua? I them këtyre jashtë. Lirit dhe Brikenës, se po ziheshin, ta ishin bërë një grup njerëzish të tar jashtë. Po kjo dhe duke qenë se dëgjova, jo, erdhi Eugjini, edhe tha kështu që se që kishte Brikena tha me Anxhelën, po s'më treguan, tha.